Zbardhen detaje për përplasjen e sotme me armëzjarri në qytetin e Laçit. Sipas informacioneve të para, bëhet me dije se 5 të rinj janë qelluar me armë, ku përpasoj janë plagosur jo vetëm ata, por edhe një grua e cila ishte shitse ambulante në trotuar. Të gjithë të plagosurit janë dërguar me urgjencë drejt spitalit të traumës në Tiranë, ndërsa forca të shumta policie kanë rrethuar zonën. Mësohet se njëri prej të rinjve të plagosur po i nënshtrohet ndryrjes kirurgjikale, ndërsa 2 të tjerë janë në intubim. Shkak i kësaj ngjarje të rëndë raportohet se ka qenë një konflikt i çastit, ai i cili ka çuar deri në përdorimin e armëve. Në reagimin zyrtar të policisë thuhet, rreth orës 13:30 pranë gjykatës së Kurbinit, dyshohet se si pasojë e një konflikti të çastit midis disa personave, kanë mbetur të plagosur me armë zjarri shtetasit Liridon Islamaj, Amarildo Ndoci dhe Angelina Gjezaj, si edhe 2 persona të tjerë me iniciale GN dhe AN, të cilët janë dërguar menjëherë për ndihmë mjekësore më të specializuar në spitalin e traumës në Tiranë. Me marrjen e njoftimit, shërbimet e policisë kanë shkuar menjëherë në vendin e ngjarjes, ku kanë vërtemundur shoqërimin e disa personave dhe në ndihmë të policisë vendore kanë shkuar edhe forcat kombëtare të sigurisë njësia Shkodër. Grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë po punon për sqarimin e plotë rrethanave të ngjarjes dhe dokumentimin ligjor të saj, si edhe për kapjen e shtetasit që qelloi me armë gjatë konfliktit të çastit, i cili është identifikuar nga ana jonë dhe vijon puna për kapjen e tij, thuhet në njoftimin zyrtar.